Procesi u tha se është i padrejtë e kërkesat e fundit tejkaluan limitet e gjykimit. Zyra e prokurorit të specializuar kërkon vendim dënim për të gjitha pikat e aktakuzës dhe vendosin në një vendimi të vetëm prej 45 viteve. Kjo sipas kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, po konsiderohet të jetë kërkesa më e çmendur e prokurorëve special për dënim të katëshës së UÇK-s. Ai në podcastin Flasim shpesh herë flet për mikun e tij Hashim Thaqin, por edhe për Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin. Kësaj here tha se kërkesa për kaq vite burgim ndaj tyre, po e rëndon historinë e popullit të Kosovës. Kërkesa për 45 vite burg për të katër figurat domethënëse të luftës shqiptare ishte një bombë e hedhur mbi popullin dhe mbi Republikën e Kosovës. Rama nuk e fajson vetë specialën, por edhe ata që derdhin para për ta mbajtur atë të gjallë. Ky nuk është i turp për ca prokuror. Për atë far idioti ndërkombëtar që dilte dhe lexonte broçkulla. Ky është një turp për shtetet që e mbështesin atë gjykat, që e paguajnë atë gjykat. Kuvendet e Shqipërisë e të Kosovës me 12 shkurt votuan rezoluta në mbështetje të krerëve të UÇK-s, e të cilat kishin gati për mbajtje të njëjtë, duke kërkuar proces gjyqësor të drejtë dhe të panshëm.